India ka hedhur raketa në disa pjesë të territorit të kontrolluar nga Pakistani, duke vrarë të paktën 26 njerëz. Lideri i Pakistanit i cilësoi sulmet si akt lufte. India tha se ka goditur infrastrukturën e përdorur nga militantët të lidhur me sulmin në muajt të kaluar në pjesën e kontrolluar nga India në Kashmir, ku u vran 26 turistë hindu. Pakistani tha se ka rrëzuar disa avion luftarak indian në shenjë hakmarrje dhe kësa 2 avion ranë në fshatrat e kontrolluara nga India në Kashmir. Të paktën 7 civilë u vranë në këtë rajon nga sulmet pakistaneze, thanë policia dhe mjekët indian. Tensionet mes Indisë dhe Pakistanit, vende fqinje të armatosura me armë bërthamore, janë rritur ndjeshëm që nga sulmi i muajit të parë të kaluar, për të cilin India i ka fajsuar militantët të mbështetur nga Pakistani. Islamabadi e ka mohuar përfshirjen. Kryeministri i Pakistanit Shehbaz Sharif i dënoi sulmet ajrore të së mërkurës dhe tha se vendi i tij do të hakmerret. Komiteti i Sigurisë Kombëtare i Pakistanit do të mblidhet. Sulmi ndezi alarmet në Washington, ku presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se është njoftuar për sulmin dhe shpreson që përleshjet të përfundojnë shumë shpejt. Në New York, sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Antonio Guterres, shprehu shqetësim për sulmin dhe bëri thirrje për vetëpërmbajtje maksimale nga të dyja vendet. Sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio kontaktoi këshilltarin për sigurinë kombëtare të Pakistanit Asim Malik, i cili është gjithashtu shefi i Agjencisë Kryesore së Inteligjencës së Pakistanit, për të diskutuar situatën. Rubio foli gjithashtu me homologun e tij nga India dhe tha se do të vazhdojë të angazhohet me të dyja vendet për të arritur një zgjidhje për konfliktin. Hasan Abbas, profesor i dalluar i marrëdhënieve ndërkombëtare në Qendrën për Studime Strategjike të Lindjes së Afërt, dhe Aziz Jugori i tha Radio Evropës së Lirë, megjithëse terrorizmi duhet të dënohet gjithmonë, pretendimi i nxituar i Pakistanit se incidenti ishte një operacion në rrjem i organizuar nga India është i papërgjegjshëm. Po ashtu, nxitimi i Indisë për të fajsuar Pakistanin pa prova të besueshme, vetëm se e thellon mosbesimin dhe rrit rrezikun e përshkallëzimit, tha Abbas. Ushtria indiane goditi gjithashtu lokacione në Kashmir në administratuar nga Pakistani dhe në provincën lindore Punjab të Pakistanit, duke vrarë 26 njerëz, përfshirë gra dhe fëmijë, tha zëdhënësi i ushtrisë pakistaneze Sharif. Zyrtarët thanë se edhe 38 njerëz të tjerë u plagosën nga sulmet, ndërsa 5 njerëz të tjerë u vranë në Pakistan gjatë shkëmbimeve të zjarrit përgjatë kufirit më vonë gjatë ditës. Ministria e Mbrojtjes së Indisë theksoi se sulmet kishin në shënjesur të paktën 9 vende, ku janë planifikuar sulme terroriste kundër Indisë. Njëra raket goditi xhamin Subhan në qytetin Duble Bahalpur të Punjabit, duke vrarë 13 njerëz, përfshirë një fëmijë, sipas mjekut Zohyab Ahmed nga një spital i afërt. Xhamia ndodhet pranë një medreseje që dikur i ishte zyra qendrore e Muhammed, një grup militant i ndaluar në vitin 2002. Zyrtarët thonë se grupi nuk ishte pasur prani operacionale në atë vend që nga ndalimi. Një tjetër raket goditi një xhami në Moridike, duke dëmtuar strukturën e saj. Një ndërtesë e madhe aty pranë kishte shërbyer si selia e Lashkar Taiba deri në vitin 2013, kur Pakistani e ndaloi grupin dhe arrestoi themeluesin e tij. Sulmin e muajit të kaluar ndaj turistëve e mori përsipër një grup i panjohur më parë që e quanin veten Qendresa e Kashmirit.